Nuk na ka marrë mendja që ne s'kemi me hynë sallë. Feride Hyseni ishte njëra nga 18 gratë delegate, pjesë e 114 nënshkruesve të deklaratës kushtetuese. Ajo kujton mbërritjen para kuvendit në mëngjesin e 2 korrikut. Sa erdhim këtë muj, edhe që merr vap, mu ma kujton atë ditë. Mbi të gjithat ka qenë vap ekstreme. Ne kemi ardhur gjithë në vend, do të thonë kuvend në ora 10, 10 edhe para 10-ve. Se nga gjithë vendet e Kosovës nuk na ka marrë mendja që ne s'kemi me hynë sallë. A që kemi me pas pengesa tjera, jemi përgatit. Edhe kur kemi ardhur, na me 2 korrik për me majtë mbledhjen, dera e kuvendit ka qenë e mbyllur. Kemi nejtë para kuvendit, kemi pritë që po na qelin derën, vishën në kryetari i kuvendit ka qenë njeni, ai e erdhë më bisedu me neve, na kurse se nuk kemi pranu për me anullu mbledhjen. Po ka qenë vendosmëria e qelikt. Do të thotë, jo vetëm para kuvendit, po çdo ku na kishim organizuar edhe në qytet, edhe në asfalt, çdo vend tjetër ku kishim mujt më të bu, na e kishim shpalla ditë deklaratën kushtetuese.